Këtë të mërkur, përfundon afati për aplikim në garën e postit të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit. Interes për të drejtuar uniformat blu kanë shprehur 10 aplikant, përkatësisht drejtori i policisë së Vlorës, Elidon Çela, drejtori i policisë së Fierit, Skënder Hitaj, Idajet Faskaj, ish kandidat për të drejtuar Byron Kombëtar të Hetimit, dhe drejtori për marrëdhënien ndërkombëtare në drejtorinë e policisë së shtetit, Pëllum Seferi. Në garë kanë aplikuar drejtori i policisë kriminale, Neritan Nallbati, drejtori i policisë së Durrësit, Afrim Tafa, Lorenc Panganika, ish drejtori i Tiranës, dhe ish kryepolici i Vlorës, Gentian Shehaj, si dhe Aranit Vrapi. Ndërkohë, në skenë është rikthyer ish drejtori i policisë së Tiranës, Tonin Vocaj, i cili ka aplikuar për postin e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit. Tonin Vocaj u largua nga drejtimi i policisë së Tiranës në vitin 2024, ndërsa e mbajti si post për rreth 2 vite. Pavarësisht se ai u bë pjesë e garës në vitin 2024 për drejtor qarku, nuk mundi që të zgjidhej pasi u renditi parafundit, pa mundur të siguroj pikët e nevojshme. Në procesin e hapur për garën për të bërë drejtor në qarqe, Tonin Vocaj ishte ndër të parët aplikant, por pas përfundimit të këtij procesi ai u renditi parafundit në 15 prej kandidatëve që siguruan pikët e nevojshme për të vazhduar garën. Pas përfundimit të aplikimeve, Ministria e Brendshme do të publikojë në faqen zyrtare emrat e kandidatëve. Brenda 10 ditëve një komision i posaçëm i përbërë nga 3 persona, me kryetar një zëvendës ministër i Brendshëm dhe 2 anëtarët, sekretari i përgjithshëm dhe kreu i Agjencisë Mbikëqyrjes Policore, kryen vlerësim paraprak për verifikimin e kushteve ligjore. 2 ditë pas shkarkimit nga detyrat të prodës, Ministria e Punëve të Brendshme shpalli thirrjen për aplikim për pozicionin e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit. Proda u shkarkua nga drejtimi i policisë së shtetit për shkak të keq menaxhimit të protestës së opozitës.